Largove brumrat dhe kjo ndodhi për sa kohë? Me thënë të drejtën, ende nuk i haj. Ende nuk i haj? Jo, për shembull, kur erdhëm këtu, isha me shoqen time Mikën Brunën, e cila ka qenë një mbështetje dhe suport shumë i madh në lidhje me fitimin tim të vetbesimit edhe pjesën që unë arrita të fitoj peshën që dëshiroja, edhe me vllajën tim, edhe ai ka qenë suport shumë i madh. Ata hajnë çdo gjë, ndërsa unë e kam të selektuar. Tani më është bërë tip vesi, instikti më çon, po ta kem tavolinën plot këtu me brumra, me gjëra jo të shëndetshme, unë shkoj dhe marr sallatën, mishin e pulës, gjërat që unë i konsumoj prej kaq kohësh. Se të gjithë pyesin për shembull, nuk e rën në fytyrë, nuk të ka rënë lëkura. Fakti është që unë jam ngopur me ushqim, thjesht kam heq brumin. Normal, unë nuk kam pirë pjetë me gaz, nuk kam pirë kurrë në jetën time, por në atë periudhë s'bëj fjalë, domethënë. Në periudhën e shtatzanis haja shumë akulloret. Unë i ndërpreva fare, s'kishte më akullore për sezonin e verës, edhe ujtin nuk filloha ta pija më të ftohtë, por filloha ta pi me ujë ambienti, edhe kjo më ndihmoi. Sfondova të gjithë shishet e plastikës, i ktheva në shishe qelqi për të qenë sa më të shëndetshme, sepse janë detaje shumë të vogla që bëjnë këtë ndryshim të madh. Që ne nuk i marrim kurrë seriozisht, që unë më parë nuk i kisha marrë seriozisht. Thaja po se s'më bën diçka. Për pak s'ka gjë. Ose për shembull kur shkoja darkë me miqtë ose kishim raste familjare, hajt se po haj edhe këtë herë brumrat. Në fakt unë ashtu dëmtoja veten, këtë herë, atëherë dhe nuk merja vendimin fiks. Kur arrita ta bëj këtë gjë që i thash stop, jo gjithçkaje, shumica tallesh. Ushqiheshe në shujta të rregullta, pra vetëm 2 herë. Vetëm 2 herë. Në orën 12 të drekës, që do thuash të jenë punë ç'a bëje, merja ushqimin në çantë me vete. Dhe gjithë që për shumë ato që nuk më kishin shumë qef, më thonin mu sa turp ti me tas me vete. Po në fakt ajo më ndihmoi që unë të ushqehesha të shuaja uri në orën 12 dhe kur vjen ora 6 pasdite, mund ta provojnë edhe teleshikuesit dhe thonë Anduena pas ka të drejtë, kur vjen ora 6 pasdite, se në atë orar unë e mbyll darkën, nuk ke aq shumë uri. Domethënë të vjen uria duke ullë. Se kishte raste që unë isha super ngarkuar. Aje për herë ushqimet e njëjta, apo unë për shembull vakti po tregoj vaktin e 2 ditëve. Vakti i ditës së hënë, për shembull, është fileto pule, ose një gjys pule e pjekur, ose kofsh pule, se shqiptarët i përdorin shumë, sallat jeshile kastraveca, jo me domate, sepse bëhet një përzierje, ne shqiptarët e kemi këtë përzierje, shumë pak vaj ulliri, jo vaj lule dielli dhe këto tjerat. Unë personalisht kam përdor kripën e Himalajës të rostën, mund të përdoret edhe krip deti ose krip e zezë. Kripa e zezë është më e